Përshëndetje miq të kanalit tim në YouTube. Unë jam Albert Vaja dhe sot ndodhem në qytetin e Elbasanit. Meqense sot ishte një ditë shiu, kjo pasditë, kjo mbrëmje, mendova pse jo të futem live dhe t'ju transmetoj disa pamje nga rrugët e qytetit të Elbasanit. Atëherë sot është data 30 shtator 2021. Temperatura në këtë moment është 23 gradë Celsius. Ndërkohë vazhdojmë rrugën. E kam pak të vështirë sepse kam në një dorë kam gimbalin, në dorën tjetër kam çadrën. Prej disa kohësh kemi munguar në transmetimet tona të drejt për drejta, por shpresoj të rikthehemi gradualisht në rrjedhën normale të transmetimeve. Ecjet në shi janë shumë preferuara për mua, përpse jo edhe ndoshta edhe për fansat që na ndjekin. Videot të tilla preferohen shumë edhe nga youtuber të tjerë, të cilët bëjnë video të ngjashme si këto. Syro Qalliu, mirë mbrëma Syro, përshëndes. Fation, salut, përshëndes Fation. Disa komente nuk shfaqen sepse YouTube ka një opsion të ri ku mund të komentojnë vetëm personat të cilët kanë bërë subscribe. Ndaj nëse dëshironi të jeni pjesë e komenteve, është e detyrueshme që të bëni subscribe në kanal dhe më pas mund edhe të jeni pjesë e chatit. Tashmë po i afrohemi qendrës së qytetit. Është përballë kemi institucionin e postës. Atëherë po preferoj të kaloj në krahun tjetër. Por siç duket edhe nga pamjet ka pak trafik. Lëvizja është pak e vështirë, me thënë të drejtën, sepse i kam duart e bllokuara. Në njërën dorë kam kamerën, ndërsa në dorën tjetër kemi çadrën. Fation, po Fation. E njoh Ilirin, e kam shok. Fation, të përshëndes. Frymë dhe pak herë, me thënë të drejtën, siç duket edhe nga pamjet. Koha sot është në shi. Ola, përshëndetje Ola. Pra këtu jemi paka shumë afër qendrës.
ku ndodhet edhe posta e qytetit, ndërsa përballë kemi bashkinë e cila po bëhet e re, po rikonstruktohet. Okej, nëse dëshironi mund të vendos pak muzikë në sfond, ose mund ta, nëse ju sillni koment, mund ta lej videon në zhurmat origjinale. Atëherë shikoj që fansat e vjetër nuk na kanë harruar, siç është Resh, Ola, besoj se do futet dhe Ana shumë shpejt. Resh, përshëndes Resh, mirë se erdhe. Në të njëjtën rrugë kam bërë video edhe me Debor, nëse e keni parë, ku ka qenë Debora në Mars. Fatjon Besa është shoku im. E njoh Besën. Atëherë, ndoshta duket pak e vakët video, po vendos pak muzikë në sfond. Kam pak vështirë të bëj edhe lëvizjet, sepse, siç e thash, jam edhe me një dorë. Algert, përshëndetje. Një konfirmim si dëgohet audio, sepse në video po transmetoj në formatin 1080, besoj se cilësia e transmetimit do të jetë e mirë. Përballë kemi Hotel Skanton. Faleminderit për përgjigje, Fatjan. Ndërsa këtu në pamjen që po shohim aktualisht është një park vogël, i cili ndodhet përballë pallatit sportit. Ola, faleminderit Ola për komentin. Respekte.
Atëherë kalojmë në krahun përballë. Do t'jetë një live stream jo shumë i gjatë, për arsye sepse edhe isha i përgatitur për të bërë këtë video, por më tepër nuk kam shumë bateri në telefon. Ky është bulevardi Qemal Stafa. Jemi tashmë pothuajse në qendër të qytetit. Ja ku erdhi edhe Dina, mirëmbrëma Dina, mirë se erdhe. Zhurma shiut besoj se është relaksuese. Për qytetin e Elbasanit po përgatis një video. Është një video reportazh e cila do të jetë vërtet shumë e kompletuar, shumë me detaje për qytetin, për historinë, për kulturën e qytetit të Elbasanit. Por e kam marrë me pak ngjerë, me thënë të drejtën. Nuk kam një datë se kur do të dalë kjo video, por ju garantoj që do të jetë një video shumë e bukur. Gjithashtu në plan për të bërë video reportazh kemi qytetin e Lushnjës. Por edhe qytetet tjera me radhë, pra qytetet cilët mungojnë në kanalin tim YouTube do të jenë gradualisht. Fundit tetorit ose mesit tetorit e tutje. Unë jam pak më i lirshëm me punët, me angazhimet. Kështu që kam kohë për të marrë edhe me këto video. Tashmë po arrim drejt qendrës. Kjo pjesa këtu ku shikojmë tani pamjen, quhet Sheshi Gensher. Përballë kemi edhe një plakat e cila tregon pjesë të historisë së qytetit të Elbasanit. Përballë kemi bustin e Qifpashës.
dhe ikonë e qytetit Elbasanit. Pjesë shumë e rëndësishme e historisë të tij. Sidomos për sa i përket pjesës së Arsimit. Tashmë po i afrohemi kullës së Sahatit, e cila simbolizon qytetin e Elbasanit. Shikoni sa pamje e bukur kulla e Sahatit. Kjo është Porta Kalas. Për të gjitha pjesët historike ose për gjitha gjërat për sa i përket historisë ose kulturës së qytetit do të jenë të gjitha të detajore në videon reportazh të cilën po e përgatis. Shpresoj që një historian t'i bashkohet videos edhe të komentojë më tepër për historinë e qytetit. Siç duket dhe nga pamjet, kemi edhe vërtetima. Shikoni sa pamje e bukur. Kulla e Sahatit në qytetin e Elbasanit. Mbrëma, nga qyteti i Belshit, nuk e di, Belshin e kemi afër, se jo, mund t'jem edhe në mënyrë spontane, pra nuk kam programim për asnjë qytet për momentin. Por do ta kem parasysh sugjerimin. Siç mund ta shikoni, nuk ka shumë prezencë të qytetarëve, sepse koha ndikon shumë. Ata tashmë janë në shtëpitë e tyre, shumë të tjerë ndodhen edhe në lokalet, të cilët ndodhen përgjatë bulevardit. Mirë mbrëma Ana, mirë se erdhe. Kala e Elbasanit, një kala fushore, e cila përshkruan një distancë të konsiderueshme. Shikoni se është vendosur, pra kemi pjesën e kullës parë. Sa distancë gjatë. Në qendër të murit të distancës, mund të them, ndodhet kulla e Sahatit. Italia na përshëndet. Personi me emrin Italia na falenderon për videon, falenderit të ty, të nderuar, respekte, kushdo qofsh, sepse nuk e emrin këtu, del vetëm emri Italia, pra kushdo që t'jesh, përshëndes dhe falenderit.
Fatjoni na zbuloi një fakt shumë të rëndësishëm. Tani ndodhemi në fazën montazheve, shumë e vërtet Fatjon. Tashmë ndodhemi në fazën e editimit të videove, pra ne çfarë kemi xhiruar në sezonin veror, tashmë po i montojmë videot. Dina na komenton duke thënë se pas ke gjetë këtë ditë me shi për të bërë video. Dina, mund të them që videot të tilla, pra me shi, janë shumë relaksuese, ndaj edhe nxitova pak. Isha i papërgatitur, paktën kisha çadrën në studio dhe dola. Anisa, faleminderit Anisa, përshëndes. Elbasani, qyteti i kulturës, po shumë e vërtet. Ashtu është. Atëherë u bllokua sinjali. Do duhet të riqem pas. Bugatçet e Elbasanit njihen tashmë. Se jo, dhe byrekët janë shumë të mirë. Përballë kemi teatrin Skampa. Nxitojmë pak se mos na mbyllet sërish semafori. Dikush na komenton që na ka marrë mall për bugatçet e Elbasanit. Janë vërtet famshme, janë shumë të mira edhe të shishme. Di ka tradit paka shumë Elbasani, se çka dhe bollokumen. Po, isha në Itali. Isha para 2 javësh. Fatjon Saliu, me çfarë incizon audiot, me çfarë pajisje, kam 2-3 pajisje që marr audio, një ndër to do të cilësoja zonë e 6-ën. Por kam dhe Tascam. Po, tashmë ndodhemi tek kryqëzimi i Dinamos. Po i bëj një panoramim
gradual, sepse nëse do ta lëviz kamerën shpejt nuk do duket mirë. Ky është një ndër kryqëzimet më të rëndësishme fatikisht këtu në Elbasan, sepse lidh shumë rrugë, këtu ndahet pjesa e rrugëve kryesore, drejt, siç mund ta shohim drejt, shkohet në bulevardin e qytetit, drejt qendrës, ndërsa në krahun tim të djathtë janë zonat e tjera, do të theksoja pjesën e spitalit, është edhe rajoni i policisë, pra është disa pak më sipër. Pra është një kryqëzim shumë i rëndësishëm. Falë Zotit këtu funksionojnë mirë semaforët, sepse në të kundër do kishe shumë probleme me ky kryqëzim. Atëherë do të vazhdoj rrugën drejt stadiumit. Fation një pajisje të tillë e ke tek Electronics, është një dyqan tek rruga e Kavajës, Electronics quhet, aty ke pajisje të tilla. Ke disa lloj modelesh. Por do të sugjeroja Zon edhe Tascam, një nga këto dy modele. Është ideal shumë i mirë, aty Astrid quhet, mund të kontaktosh me të dhe të sugjeron vetë ai personi. Ti tregoj se çfarë do bësh me pajisjen, për çfarë të duhet dhe ai të sugjeron modelin. Në këtë bulevard ndodhen shumë nga dyqanet ose butiket më kryesore të qytetit, ndërsa në krahun ballor ndodhen kafenet më të famshme në qytet, disa. Azria Fation, përshëndes. Do preferoja që të kishte më tepër shi, intensitet, që edhe shurmat të ishin më të theksuara. Jo, nuk është ftohtë ana, është temperaturë normale për periudhën që jemi. Në zgaboj, ishte 23 gradë kur fillova videon. Dhe nuk besoj se ka lëviz temperatura. Tu në Elbasan bën shumë ftohtë, fatikisht, sepse përballë kemi krastën, e cila sjell shumë era, me thënë të drejtën. Janë erat e krahut lindor të Shqipërisë. Faleminderit për komente në Italia. Atëherë, siç duket dhe nga pamjet, tu kemi një zonë relativisht të errët, nuk ka shumë dritë. Megjithatë, dritat e makinave favorizojnë videon.
vazhdojmë rrugën. Kush dëshiron më të bëj subscribe në kanal, sepse personat që bëjnë subscribe kanë dhe mundësinë për të komentuar diçka. Rosalin Soto. Mirë mbrëma Rosalin. Rrugën e kthimit do ta bëj nga krahu tjetër I bulevardit, por aty ka shumë lokale të cilat përdorin muzikë. Dhe do ta kem pak pamundur fatikisht që të bëj unë koment. Për këtë arsye do të vendos dhe unë muzikë në background për mos u bllokuar video. Me mbrëma nga Athina, me mbrëma Gëzim Hushi, me mbrëma Gëzimi se erdhe. Tashmë intensiteti I shiut thuj se ka ndaluar. Ka shumë pak disa pika. Dikush komenton sa vend I bukur, por se nuk ka njerëz, sepse prezenca e njerëzve e bën më të bukur qytetin. Jam totalisht me ty, pra nëse do kishte njerëz, do ishte më bukur, do kishte më tepër gjallëri, por është një mbrëmje me shi, me thënë të drejtën, si duket dhe nga pamjet. Dhe kjo ndikon edhe tek njerëzit cilët rrinë ngrohtë në shtëpitë e tyre. Janë shirat e parë këto. Pse disa njerëz e bëjnë vendin e vet keq, nuk e di ku ke fjalën. Ana jep përgjigjen e po pa derë. Pyll po derë nuk ka normalisht. Nëse do kishte bota vetëm njerëz të mirë, nuk e di si do ishte. Shumë vërtet ky koment I Dinës. Pra kështu është krijuar bota, që të ketë brenda edhe të mirë edhe të këqij. Por besoj se shumica janë njerëz që shikojnë punën e tyre, janë të mirë, pra dohet t'i kategorizoja tek pjesa e të mirëve. Përballë kemi stadiumin Elbasan Arena. Kalojmë nga krahu tjetër. Është realitet që ka dhe shqiptarë cilët nuk sillen mirë në botën e qytetëruar, siç ka dhe qytetarë
negativ. Shumë lokale përdorin muzikë me volum të lartë në këtë zonë. Të paktën shpresoj që mos ndodhë kjo sonte. Magnum, të jap shumë të drejtë për komentin, je shumë i saktë. Nuk mund ta kundërshtoj dot, por nuk mund të futen të gjithë në një thes. Algert, përshëndetje. Her pasi jam detyruar të bllokoj dhe audion, ku kaloj në lokale që kanë muzikë shumë të fortë. U bën rreth 2 muaj që nuk kam transmetuar rregullisht me video live stream. Mund të them që video e fundit ka qenë në fillim të korrikut, më pas kam bërë një video në mënyrë spontane në Vlorë. Dhe do të shtoja që pjesa e gushtit ka qenë e zbet për kanalin. Nuk kam patur mundësi që të bëj video të tilla, sepse kam patur eventet. Profesioni im bazë është që merrem me evente, fotograf. Si vjet ka patur shumë intensitet pune, sepse viti 2020 ishte viti i pandemisë dhe nuk u lejuan eventet, ndaj edhe u përplasën 2 vite bashk, pra të gjitha eventet e 2020-s, pothuajse kaluar në 2021-shin. Kjo ndikoi edhe tek ngjeshja e datave, ngjeshja e punës, pra kemi patur shumë intensitet.
Me mbrëma Martin. Falë Zotit, sonte nuk paska shumë lokale me volum të lartë. Për herë pas herë dëgjohet një background, një muzikë e tillë. Shikoj që ka disa komente dhe kundër komente, mendoj se gjithkush është i lirë të japë mendimin e tij. Unë personalisht i vlerësoj shumë komentet, qoftë edhe ato kur janë jo në përputhje të rregullt me fjalorin, por jo të banalizohet fjalori. Kjo nuk lejohet absolutisht. Pra është një rregull strikt këtu në faqen tonë, sepse këtë faqe ndjekin më tepër persona që janë familjar, shumë prej fansave i njoh, kështu që nuk lejohen absolutisht komentet me fjalor të papërshtatshëm. Azja. Ja ku kemi edhe një skulpturë të tillë, si mund ta them, sepse përballë kemi dyqanin e akulloreve, pra akulloret bëhen me qumësht, kjo është ideja, me qumësht lope, një gjetje e bukur. Pra miqtë e mi, për të bërë pjesë e komenteve, ju duhet të jeni ndjekës i kanalit, pra duhet të keni bërë me parë subscribe në kanalin tim YouTube. Personat cilët nuk kanë bërë subscribe e kanë pamundur të bëjnë koment, ju mund të bëni subscribe, mund të jepni refresh faqes dhe më pas jeni të lirë të komentoni, të jepni mendimin tuaj për videon, por edhe të krijoni një temë për të bashkëbiseduar me njëri tjetrin. Tashmë kemi ardhur sërish tek kryqëzimi i Dinamos. Atëherë po nxitoj të kalojmë atë. Dal nga dal po afrohemi qendrës. Pra, qendra sipas meje është kulla e Sahatit, e cila simbolizon qytetin, është si simbol ikona e qytetit të Elbasanit. Atëherë Magnum na pyet dhe na thot, a do shkosh në Gjilan ndonjëherë? Po, është një plan i imi për të bërë video në disa qytete të Kosovës, por nuk kam akoma një datë saktë, sepse siç e diskutova edhe disa minuta më parë, ne tashmë jemi në fazën e montazhit të videove. Sa po përfundoj videot, do të kemi edhe një kalendar për udhëtimet e mia, për transmetimet e tjera të radhës.
Pra nuk mundem dot që të them tani se kur do iki në Kosovë. Pa mbaruar editimet, është e pamundur që të lëviz. Marli, kur i Marli, sepse Marli po thot që në Shqipëri e rrësohet më shpejt se këtu, ndoshta në Itali, po pak lëviz. Mendoj se lëviz 20 ca minuta, 30 minuta. Çuditërisht edhe kafenet që nga pak bosh sonte. Ka kafenet shumë bukur, fatikisht këtu në Elbasan, pjesa krahut të djathtë të bulevardit, ka kafenet shumë të lezetshme, shikoni vetë. Edhe kafja është e mirë, përveç komoditetit, që është për të vlerësuar fatikisht nga bizneset, edhe kafja është shumë cilësore. Unë isha për shembull në disa qytete të Italisë, kudo që shkova, kafja ishte skandaloze, s'më pëlqeu fare. Të paktën në zonat ku isha unë. Marksen, të përshëndes dhe unë, respekte, i nderuar, faleminderit shumë për komentin. Kjo është torra, e cila është pjesa fondore në krahun lindor, se më saktë në krahun lindor perëndimor të qytetit, jugor. Tu kemi teatrin Skampa. Vazhdojmë rrugën drejt qendrës. Është pak e vështirë lëvizja sepse këtu nuk ka semafor. Edhe duhet të ruhesh, me thënë të drejtën. Edhe shikimi i shoferit në këtë moment është disi kufizuar sepse asfalti ka errësirë për shiut, pra duhet shumë kujdes. Tashmë po afrohemi qendrës së qytetit. Lenci, përshëndes. Atëherë në background shikojmë kullën e Sahatit. Magnum, faleminderit për komentin. Do të kërkoj mirë kuptim për ndonjë person që ka bërë koment dhe nuk kam arritur ta lexoj dot, sepse jam pak në kusht. Pak të vështira, i kam duart e zëna, duhet të ruaj edhe ku eci. Ndërkohë Dina na përshëndet me flamurin kombëtar. Dina një fanse e vjetër e faqes. Rosalin Soto thotë kaluam këtë verë në Elbasan dhe na pëlqeu qyteti, shumë i bukur. Rosalin, faleminderit për komentin. Më bëhet qefi që të ka pëlqyer qyteti i Elbasanit.
Kjo pjesë e errësirës tu më kujton Tiranën, pra më shkon mendja direkt tek pjesa e qendrës së Tiranës, është e errët, e njëjta gjë është edhe këtu në Elbasan. Pra shikoni sa shkëlqen monitori përballë nga mungesa e dritës në këtë zonë. Pra është një zonë e cila është shumë e errët. Ja ku kemi edhe spotet të cilët janë vendosur dikur. Një mënyrë shumë e gabuar për mendimin tim për të patur energji elektrike në pllaka të cilët lëvizin. Pra janë pllaka që mund të dëmtohen me kalimin e kohës. Marli thot nuk pas ka njerëz, po Marli nuk ka njerëz sepse tashmë gradualisht po afrohet pjesa e dimrit. Edhe njerëzit rrinë ngrohtë në shtëpi, pse do dalin. Mendova të heq çadrën, por pas ka disa pika të vogla shiu. Okej, tashmë po bëj një panoramim djafas për të shfaqur për herë të fundit kullën e Sahatit. Shikoni sa objekt i bukur në qendër të qytetit. Më pëlqen shumë kjo pamje. Edhe pak shi është, normal që edhe shiu i kufizon lëvizjet. Sepse këtu në verë, në pranverë, mbushet plot, është shumë e vështirë të lëvizësh. Porta e Kalas, e cila simbolizon një pjesë të mirë të historisë së qytetit. Besoj se të gjithë e kanë dëgjuar emrin Porta e Kalas në Elbasan. Shikoni ku ka dritë, sa bukur duket video. Në brendësi të Portës së Kalas ka shumë shtëpi karakteristike të Elbasanllijve, të cilët quhen Elbasanllijt e vjetër, si mund të them, sepse janë banorët e kahershëm të qytetit. Tashmë qyteti është shtrirë shumë, por këto ka qenë banorët më të hershëm të Elbasanit. Kemi një banner cili na tregon disa nga pikat kryesore që duhen vizituar nga turistët. Pra, numri 1 është Porta e Kalas, në numër 2 renditët Kulla e Sahatit. Më pas kemi xhamia Mbret, e cila është shumë e njohur në Elbasan. Për të gjitha këto pika ne i kemi të cilësuar për të vendosur dhe në dokumentarin ton, për cilin ju kanë folur. Këtu është rruga e Ignatia, e cila ndodhet pothuajse përmes lagjes së vjetër të Elbasanit. Po ashtu këtu ndodhet edhe hamami, i cili ndodhet në brendësi të lagjes Kala. Shtëpia e Aleksandrit Xhovanit. Pra këto janë 6 pikat të cilat janë si orientim për turistët. Kemi edhe emrat e lagjeve, ndoshta nuk dallohen mirë prej fokusit në këtë moment. Të njëjtën gjë kemi edhe në krahun tjetër. Pra Bashkia e Elbasanit sugjeron këto zona për të vizituar nëse vjen në Elbasan.
Pra miqtë e mi, kjo është video që kisha përgatitur për t'ju transmetuar sonte këtu në qytetin e Elbasanit. Gradualisht do të futemi në rrjedhët normale të transmetimeve tona, por kjo kërkon edhe pak kohë. Beautiful Night City. Po, është qytet shumë i bukur. Okej, miqtë e mi, atëherë ky ishte live streami që kisha përgatitur për ju sonte. Disa kohë fatikisht në keni munguar, sepse kjo mënyrë transmetimi fatikisht ka nisur spontanisht, por mendoj se do ta vazhdoj. Kam dhe çadrën këtu që s'po më lejera. Mendoj se do ta vazhdoj këtë mënyrë transmetimi, pra me transmetimin e videot live. Gradualisht ne do futemi në rrjedhën tona të transmetimeve, por akoma kemi edhe pak punë, pra i bie që rreth 2 javë ose 3 javë akoma të kemi intensitet punë në studio, kështu që do të rikthehemi besoj se pas datës 20 tetor. Pra i bie afërsisht 3 javë, afërsisht. Gradualisht, spontanisht ne do futemi kur kemi mundësi, pra do futemi live. Për shembull, këto 2 ditë mbase do të futem live në Tiranë, në kryeqytet, do të bëj një video aty. Do dohet të shfaqej edhe pak pjesën e Sahatit, nuk e di. Këtu nuk duket shumë. Pra, miqtë e mi, gradualisht do të futemi në rrjedhën e transmetimeve live. Gjithashtu, nëse dëshironi, kush nuk ka bërë subscribe, e ftoj që të bëj subscribe në kanalin tim në YouTube, sepse aty do të gjeni shumë video të ndryshme nga Shqipëria. Pra, ne gradualisht në këtë kanal po fokusohemi tek transmetimet për turizmin. Më shumë kemi video aktualisht nga qytetet kryesore, por pse jo, do të vizitojmë edhe qytetet cilat janë deri diku qytetet të vogla. Do të thoja për shembull një nga këto qytete, po thoja Dibrën për shembull, ose si mund të them Gramshin, ose aty kam qenë, por e perifrazova me një përshkrim të shkurtër për qytete, për masinë e qytetit. Por pse jo, edhe Prrensin, Librazhdin, pra janë disa qytete që ne nuk i kemi dhënë shumë rëndësi. Jo rëndësi, por duke nisur, ne kemi nisur nga qytetet e mëdha, pra nga zonat cilat kanë shumë popull, kanë shumë zonat banuara. Por gradualisht do të jemi edhe në qytetet e vogla. Okej, miqtë e mi, atëherë po vazhdoj rrugën drejt edhe pak metra deri tek pjesa e postës dhe aty do të mbyll edhe live streamin. Atëherë vazhdojmë edhe pak metra dhe më pas të ty përshëndes. Atëherë do t'ju ftoja kush nuk ka bërë subscribe, mund ta ndjeki kanalin tonë në YouTube. Por më rëndësishme është ikona e zilës, e cila ju njofton sapo ne futemi në transmetim ose ngarkojmë një video të re në kanal.
Në fund do doja të bëj një video nga pjesa e bulevardit. Dhe më pas do të vazhdoj rrugën drejt postës. Nuk mund të rri pa bërë një zoom këtu kulla e sahatit. Ja. Këtë imazh do doja t'i jepja. Nuk e di shikohet pastër apo jo, sepse kam përdorur kamerën zoom në këtë moment. Por besoj se këtu duhet jetë më mirë. Fatkeqësisht dritat nuk funksionojnë siç duhet dhe nga diçka negative kjo, sepse duket edhe në video që figura është e errët. Rosalin Soto, Drilonin, po, Driloni është super. Me thënë të drejtën, kisha planifikuar që të shkoja në Drilon, por aty është bukur në verë, me thënë të drejtën, aty bukur është në verë, sepse ka shumë turist, ka shumë lëvizje, ka shumë gjallëri, por në verë është problemi im që kam punë, pra jam shumë i ngarkuar me punët e mia. Sepse unë kisha planifikuar, për shembull kisha planifikuar që ta bëj videon live, tani se janë Porgadec edhe në këmbë të shkoja në Drilon. Do ishte gjë e bukur, edhe nuk përtoj për këtë pjesë, për diçka që do ta bëja me qef, por nuk munda dot të shkoja për arsye të kohës. Pra, ishte pa mundur sepse në verë kam punë me eventet. Mirë, të përshëndes patriot edhe unë. Respekte që qëndrove live me këtë transmetim. Dina pamet një vjesht, ato i kemi kollaj dina për t'i bërë, pra tani unë do t'jem gradualisht edhe me i lirë. Pra nuk diskutohet që do t'a bëj një video të Drilon, nuk e di sa do më favorizoj interneti, sepse është një zonë që ka probleme me valët. Për shembull këtu sonte nuk pata fare probleme, sepse isha në qendër të qytetit dhe rrjeti celular këtu është i fuqishëm. Ndërsa në zona ku ka shumë pemë, ka shumë pallate, mes pallatesh, është shumë e vështirë për të transmetuar. Okej, miqtë e mi, atëherë këtu mbyllet dhe transmetimi për sonte. Ju falenderoj që qëndruat. Me thënë drejtën më ka munguar transmetimi direkt. Gjithsesi do të rishihemi së shpejti. Atëherë natën e mirë. Edhe faleminderit. Kush dëshiron mund ta bësh share linkun, por edhe butoni subscribe, siç ju kam sugjeruar disa herë.
Atëherë natën e mirë nga Elbasani dhe rishimi shumë shpejt, diku tjetër.